Radha është tani për mysafirët në studio, të ftuar janë Vigan Qorolli, zëvendës ministër në detyrë i drejtësisë, Minur Rama dhe mirë se vini zotëri Qorolli, kënaqësi. Mirë se u gjej, faleminderit shumë. Po ashtu me ne është dhe Albinot Maloku, politolog, mirë se vjen Maloku. Gjithmonë faleminderit për ftesën. Falenderoj që të dyve për gatishmërinë, zotëri Qorolli, vizitë e rëndësishme apo jo e kryeministrit në detyrë Albin Kurti në Amerikë, por do të varet dhe se kë do të takojë atje apo jo. Vizitë shumë e rëndësishme, se përkon me një momentum që është globalisht krejtësyt këto ditë në New York, do duket që kemë parë që është një sesion i rregullt të Asamblesë Përgjithshme, po për shkak situatës gjeopolitike dhe trazirave gjithandej botës, momentumi që Kosova duke mos qenë anëtare e OKB-s, për me qenë aty me shefin e shtetit dhe me kryeministrin, është një moment i jashtëzakonshëm dhe pavarësisht krejt vështirësive politike që mund t'i kemi së brendshme, duhet kuptu që marrëdhëniet ndërkombëtare janë marrëdhënie lëvizëse, janë kontinuitet dhe takimet bilaterale, tani sapo hyra unë këtu e pa që kryeministri Kurti ishte takuar me një kolegë të tij homolog të rëndësishëm të një shteti shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, Belgjikës dhe Mbretërisë së Belgjikës, dhe në këtë rast presim që edhe në ditë vetëm këto takime bilaterale të intensifikohen dhe të ketë mesazhe të qarta që Republika e Kosovës e ka vendin në familjen euroatlantike, duke pas parasysh që ne për arsye të mirënjohura nuk po arrijmë të bëhemi antar të OKB-s për shkak të vetos ose pavarësisht që s'ka ndodhur asnjëherë, po ne e dimë procedurën ose vështirësinë procedurale që kemi me Federatën Ruse dhe me Kinën, dhe kësaj këto takime bilaterale cilat do të zhvillohen, qoftë me administratën amerikane, qoftë me kongresmen të dy krahëve, qoftë me do të shohim takime të rëndësishme edhe me administratën Trump dhe me takime të tjera bilaterale në kuadër të margjinave të këtij sesioni të rregullt të OKB-s, kështu që vendi i Kosovës patjetër që dhe këto marrëdhënie ndërkombëtare, të cilat Kosova i zhvillon, duke qenë se jemi një vend i vogël dhe realisht pa peshë specifike ndoshta në zhvillimet gjeopolitike të cilat po ndodhin në disa pjesë të botës, është një momentum pak ndoshta i pazakon për shkak të intensifikimit të njohjeve të shtetit të Palestinës nga shumë shtete perëndimore dhe pastaj lufta në Ukrainë dhe shumë gjëra tjera të cilat po e tronditin opinionin që disa vite ose shumë vite, kështu që pjesëmarrja e Kosovës duhet shihet me optikën e optimizmit. Megjithatë, zoti Qorolli, ka edhe një momentum të ri apo jo? Kjo vizitë e zotit Kurti në Amerikë me që ka një pezullim të dialogu strategjik Kosovë-SBA. Shikoni, si që ka bërë të qartë vetë kryeministri Kurti, dialogu strategjik i cili zatën është proklamuesi i tillë, por asnjëherë nuk ka filluar së implementuari, ka pas një pezullim dhe kjo është një deklaratë shumë e qartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes përfaqësisë së saj diplomatike në shtetin tonë, dhe kësaj ne pozicionojmë që kjo gjë të restaurohet sa më shpejt, që mos ketë një momentum të tjetër i cili do ta vënte në vështirësi komunikimin, nuk ka asnjë vështirësi në komunikim mes SBA-ve dhe Kosovës, besoj që raportet bilaterale shtet me shtet janë shumë të rëndësishme, SBA-t janë aleati më i rëndësishëm, më etik dhe më instrumental për historinë politike të Kosovës dhe për gjithçka tjetër që lidhet me fatin tonë politik, duke pas parasysh historinë e re të Kosovës, sidomos pas viteve 90 apo edhe pas 99-s dhe pas 2008-s, dhe ne shpresojmë që këto çështje të cilat mund të jenë keq kuptime të momentit të kalojnë sa më shpejt dhe të kthehen në binar të dur, sepse po presim që shumë shpejt edhe administrata Trump ta emërojë edhe një ambasador fuqiplot në Republikën e Kosovës, në mënyrë që këto çështje pastaj të marrin edhe rrugën e duhur të zgjidhjes. Po, Maloku, për vizitën e zotit Kurti, zonjës presidente Vjosa Osmani, ministrës në detyrë Donika Kërvalla, pesha e këtyre vizitave dhe në veçanti pas vendimarrjes së SBA-s për pezullimin e dialogut strategjik.
Tani, prezenca e përfaqësuesve të Republikës Kosovës në sesionet e Asamblesë Përgjithshme të Kombit Bashkuar është traditë e gjatë dhe gjithsesi e domosdoshme për të qenë aty. Aktualisht në New York janë dy përfaqësues fuqiplot për nga pozicioni i tyre kushtetues i Republikës së Kosovës, që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy të tjerë që nuk kanë një pozicion të sqaruar sa i përket asaj se çfarë konkretisht mund të përfaqësojnë. Kemi presidenten e vendit, zonjën Osmani Sadriu, dhe deputetin Mefail Bajqinovci, i cili është në Shtetet Bashkuara të Amerikës në pozicionin cilin e ka ai si deputet. Tani, gjithsesi edhe vizita sidomos i ka dhënë një hon duke pa këtë pozicionin e pezullimit të dialogut strategjik mes Kosovës dhe Serbisë, të vizitës së zotit Thaçi që ka marrë atë honën e vet për faktin e pozicionit që kemi aktualisht. Zotit Kurti, që është në pozicionin aktual të raporteve jo të mira mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, flasëm për Washingtonin zyrtar dhe Prishtinën zyrtare, jo mes popullit Kosovës dhe popullit Amerikanë, posaçërisht administratës amerikane dhe popullit Kosovës, që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë sqaruar shumë herë këtë raport, që ka qenë i shkërmoqur dhe përrjedhoi merr atë honën e vet edhe vizita e zotit Kurti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, është e dobishme edhe në kapacitetin cilin e ka shku, që të ketë këto takimet mes liderëve bilaterale. Është interesant dhe gjithmonë ka qenë nevojës edhe interesi që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos sesionin, që është mbahet për çdo fillim shtator, të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të periudhës së vet, që të ketë maksimalisht takimet të cilat janë të levërdisë thelbësore për Republikën e Kosovës, që është dobimi për njohjet dhe për fuqizimin e marrëdhënieve diplomatike mes Republikës Kosovës dhe vendeve ato të cilët e kanë njohur sidomos, por edhe shfrytëzimi i kanaleve për lobim për vende të cilët nuk e kanë njohur. A ka pas situata të tilla? Ka pas, që Republika e Kosovës, duke ju falendëruar këtyre takime bilaterale me liderë ndryshëm botror, ka pas mundësinë që të fitojë edhe njohje të tjera përmes këtyre kanaleve. Unë gjithsesi shpresoj fuqishëm që sidomos presidentja Osmani Sadriu maksimalisht të orientojë energjitë e veta drejt kësaj fushë, pra të interesit thelbësor që janë njohjet për Republikën e Kosovës. Ky është ai forumi ndërkombëtar cilin mund ta shfrytëzojmë këtë rrafsh dhe pozicioni i Kosovës gjithsesi të merr atë peshën e vet. Gjithsesi, u tha dhe këtu që situata aktuale globale i ka ato nevoja dhe krizat e veta, dhe sikur krijohet një bindje që Republika e Kosovës mund të jetë më në hije sa i përket mundësisë që të përparojë me njohje që është interesi thelbësor i Republikës Kosovës, mirë po gjithsesi tradita e prezencës e përfaqësuesve të Republikës së Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës e posaçërisht në sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të përvjetshëm të vazhdojë dhe gjithsesi të shfrytëzohet maksimalisht për të mirën e vendit. Çorolli paralajmëruat në një mënyrë që mund të ketë takime të nivelit të lartë apo jo të zotit Kurti në Amerikë. Me kë? Unë nuk mund t'ju konfirmoj tani saktësisht agjendën e kryeministrit Kurti, por besoj që ditëve në vijim do të intensifikohen thash takimet bilaterale, sepse në organizata të tilla multilaterale si koncept bazik i asaj që ne e quajmë si drejtë e organizatave ndërkombëtare, duke qenë se është organizata kryesore botërore OKB-ja dhe organizata kryesore multilaterale, atëherë mundësitë e takimeve bilaterale, domethënë dypalëshe, janë më të mëdha dhe janë të drejtë për drejta dhe bëhen në margjina të vetë sesionit, por edhe të ambienteve ku në New York ku operon OKB-ja. Dhe kështu që do ta shenim ditëve në vijim, sepse vizita do të jetë më e gjatë se sa zakonisht për shkak të punimeve dhe kërkesave që i ka vetë OKB-ja. Kështu që do të ketë takime bilaterale shumë të rëndësishme dhe ju do ta kuptoni me kohë, besoj që edhe zyra kryeministit do ta njoftoj opinionin. Për tani unë nuk mund t'ju jap informacione para se me ndodh ato për arsye krejtësisht të kuptueshme. Por a pritet që gjatë kësaj vizite të zotit Kurti atje, dhe presidentes Vjosa Osmani të ketë një heqje të këtij pezullimit të dialogut strategjik? Apo është
optimizëm shumë i lartë kjo. Po, pyetja juaj është shumë e hapur e drejt për drejt dhe shumë konkrete, por diplomacia është një shkencë ose një disiplinë e vetë marrëdhënieve ndërkombëtare ku shpeshherë është forma më e rëndësishme se përmbajtja. Mos them shpeshherë, po në çdo herë. Dhe kështu që në këtë rast besoj që intensifikimi i këtij dialogu vetë në tokën amerikane, në Shtetet Amerikane, do t'i eliminojë, siç thash paraprakisht, edhe disa keqkuptime të vogla, të cilat mund të kenë lindur për arsye edhe të rrethonave të cilat janë krejtësisht gjeopolitike dhe nuk lidhen me arsyet e brendshme të Kosovës, në mënyrë që ky dialog të ristaurohet, të rikthehet në binarët e duhur dhe unë zakonisht ju e dini që duke qenë musafir që shumë vjet i juji në mediat ku ju keni punuar, nuk e parapëlqej me fol me nëse, dhe pavarësisht nëse ndodh ose nuk ndodh, kjo gjë për cilën ju po insistoni, unë besoj që ky dialog tashmë është intensifikuar me dy qeverive, aso amerikane dhe kosovare, në mënyrë që ajo është çështje kohësh, kur do të kthehet në binarët e dur, dhe ne do të shohim, sepse ju e dini ndihmën e pakursyer që Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-ve e jep për Ministrinë tonë Mbrojtjes për Ushtrinë e Kosovës, pastaj MCC-ja dhe shumë miliona dollar të taksapaguzëve të Kosovës, prania e pa çmuar që thuhet e forcave amerikane në Republikën tonë në kuadër të kontingjentit të KFOR-it dhe shumë çështje tjera, dhe në asnjë rrethon dhe në asnjë mënyrë nuk është cenuar raporti bilateral midis dy shteteve, sepse Amerika për ne është alfa dhe omega, është gjithçka që lidhet me ekzistencën tonë e asaj që quhet siguri ndërkombëtare. Dhe ne nuk guxojmë në asnjë mënyrë të themi që do ndodhë ndryshe, sepse siguria jonë, ne jemi konsumus, nuk jemi prodhues të sigurisë, dhe duke qenë se jemi një shtet i vogël dhe jemi konsumus, si jemi antar të NATO-s, si jemi antar të Bashkimit Evropian, si jemi antar të OKB-s, si jemi antar të shumë organizata tjera multilaterale, të cilat e garantojnë sigurinë globale, po kryesisht këto që i përmenda, atëherë ne jemi konsumus me automatizëm të sigurisë dhe varemi drejt për drejt nga shtetet e fuqishme, në këtë rast specifikisht nga SHBA-t. Dhe kështu që në asnjë mënyrë nuk është e diskutueshme, nuk duhet vihet pikpyetje partneriteti i plot dhe pa ekuvok i Kosovës me SHBA-t. Maloko, a ka pasur keqkuptime, a ka krisje, raportesh me qeverinë Kurti, ashtu siç e ka thënë edhe Ambasada Amerikane në Prishtinë se kjo vendimmarrje ka ardhur për shkak të veprimeve të qeverisë Kurti, të cilat janë pritjet e juaja nga kjo vizitë e zotit Kurti dhe zonës Osmane. Si pasojë veprimeve kufizuese të bashkëpunimit që ka bë qeveria në detyrë e Republikës Kosovës, ka qenë shpjegimi i fundit se i përket pezullimit të dialogu strategjik i nisur me pompozitet, gjithsesi e kam admiruar si nisje, për faktin që dialogu strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës është platforma që Shtetet Bashkuar të Amerikës e bëjnë për shtetet specifike me çështje të cilat ndërlidhen ose kanë një interes më specifik. Dhe nuk di në cilën gjuhë duhet me kallëzu edhe me folje, me shpjegu që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë thonë disa herë dhe në vazhdimsi për raportin e shkërmoqur mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së vendit. Pra, gjithsesi ka dallu, kur unë e thashtë edhe më përpara, dallimin mes qeverisë së Bashkuara të Amerikës, popullit amerikan dhe popullit të Kosovës. Mirë, po dëshira është që të ketë një raport të mirë, siç e vlerëson me popullin e Kosovës, ta ketë edhe me përfaqësuesit e saj, konkretisht me shtetin, me Prishtinën zyrtare si administratë. Dhe në këtë rafsh, unë gjithsesi nuk mund ta minimizoj këtë efekt. Jam ndje jashtëzakonisht jo mirë, për mos me thonë edhe shqetësuar, kur kam pa që Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes sekretarit i jashtëm, zotit Rubio, në takimin që ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u përmend fillimi i dialogu strategjik me Republikën e Serbisë. Që ishte pritur? Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, në takim? Gjithsesi, presidenti i Serbisë, në takim që pa takim zyrtar, jo takim korridorësh, me presidentin e Serbisë, dhe që u tha, u përmend që do të nis një fillim i dialogu strategjik mes dy vendeve.
Kjo është shqetësuese për faktin që në kushtën normale, në traditën tonë të raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës ka qenë që Kosova të jetë prioritet, për faktin që Republika e Kosovës është vend që nuk ka Republika e Kosovës, urna? S'është më prioritet? Republika e Kosovës, të shpjegoj edhe atë. Republika e Kosovës ka pas vetëm një alternativë, pra ka pas vetëm një raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky raport është identifikuar edhe me këtë raportin e vendeve perëndimore, konkretisht Bashkimit Evropian, që për dallim prej Serbisë, Serbia ka pas alternativë rregullisht. Ka pas Federatën Ruse, ka pas Republikën Popullore të Kinës dhe tani maksimalisht Republika e Serbisë angazhohet që të ketë një pozicion edhe për brenda administratës së re amerikane. A është angazhu Republika e Serbisë kohëve të fundit maksimalisht duke krijuar edhe mekanizma zyrtar lëbues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, organizata specifike, të cilat angazhohen për një raport ndryshe mes Serbisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është përdhimbje kjo? Po, për faktin që Kosova nuk po arrin ta mbajë atë kontinuitetin tradicional që ka pas në raport me Washingtonin zyrtar. Nuk po themi me politikan, kongresmen, senator specifik, që mund ta ketë secili që e ka një pozicion dhe që e ka një vijë, unë po e marr për shembull takimin. Në qoftë se flasëm për takimet që kanë ndodhur mes të zotit Kurti dhe deputetit Bajqinovci, deputeti Bajqinovci është takuar me senatorin Ted Cruz, për cilin gjithsesi kam një respekt veçantë, është po senator dhe është njëri prej luftarakëve më të mëdhenj sa i përket fjalës së lirë dhe shtypit të lirë. Në anën tjetër, zoti kongresmeni Self ka një pozicion gjithsesi i lavdruar si ish gjykatës dhe për nga pozicioni dhe fuqia dihet mirëfilli që senatorët e kanë një pozicion më të madh. A është e mirë që edhe deputeti Bajqinovci është i angazhuar maksimalisht me kapacitetin e tij për deputetit t'ia fuqinë e vet, gjithsesi se është e mirë për faktin që keni parasysh provon ta ngrisë nivelin e pozicionit deputetit të Republikës së Kosovës në atë që mund të ketë një senator amerikan. Dhe tentimi për ta minimizu këtë shkërmoqje raportesh që po e thonë amerikanët, unë nuk e shoh me sy simpati për arsye se është një abo qefin veti. Në anën tjetër, sa i përket vendosjes së ambasadorëve fuqiplot të Shtetit Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në Republikën e Kosovës, po në disa vende të Ballkanit Perëndimor, ende nuk kemi asgjë të konkretizuar se në shumë nga këto vende, përjashta aktualisht Malin e Zi, që është i vendosur ambasadori amerikan, ambasadori fuqiplot, në shumë vende të rajonit nuk ka ambasador fuqiplot. Dhe kjo është gjithsesi një strategji orientimi të Shtetit Bashkuar të Amerikës që për këtë gjithsesi nuk mund ta fajsojmë askënd në Republikën e Kosovës sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretisht administrata e Ari Trump, nuk ka vendosur ambasador në Kosovë, për arsye se kjo nuk varet prej nesh. Kemi një mori shtetësh në rajon, në të cilat nuk ka ambasador fuqiplot Washingtoni zyrtar. Ajo që ka është pjesa tjetër, sa jemi ose kapaciteti jonë për të ofruar siguri dhe mos qenë rregullisht konsumues të sigurisë, neve di mirë se para disa vite kemi pas një grup nga ana e Forcës së Sigurisë së Kosovës që ka qenë në kuadër të partneritetit për paqe në vende të cilat e kërkojnë prezencën ndërkombëtare aty. Dhe ky ka qenë një akt jashtëzakonisht e mbaj mend vite më parë, gjithsesi baza ka qenë në Kuwait dhe ka qenë interesant për të pa se dhe Republika e Kosovës nuk është vetëm konsumuese e sigurisë, po është ofruese e paqes dhe sigurisë në të gjitha këto vende në të cilat ka pas mundësi të ketë një efekt. Çdo pjesën e asaj që për KFOR-in, konkretisht për NATO-n, Forca e Sigurisë së Kosovës është një mbështetëse në kapacitetin e vet për çështje të cilat NATO-s i nevojitet dhe kjo është për krenari, për arsye se është investim i jashtëzakonshëm gjenerativ për pas një forcë sigurie të Kosovës me cilën gjithsesi që krenohet gjithsesi shqiptar. Po, që rolli i parë teksa mbanin edhe shënimi, ngriti disa çështje, zoti Maloku. Po e quan shkërmoqje të raporteve. Pikrisht kjo gjuha e cila shpeshherë duket sikur pompoze dhe nuk lidhet me realitetin ose me ato që në pragmatizmin institucional ose geopolitik njëhet si real politik dhe është zbulu para shumë shekush, nuk duhet me përdor njeriu në asnjë rrethon termat cilat janë të paqëndrueshëm as kontekstualisht, por as politikisht dhe nuk ka në asnjë rrethon
një shkërmoqje të raporteve midis dy qeverive, midis dy shteteve, dhe zakonisht Amerikanët thonë midis dy qeverive, dhe unë po e thëmë konkretisht në vijen institucionale nëse dëni mund me ngritë në nivel shteti, por kjo përfaqësimi në marrëdhënie ndërkombëtare bëhet kështu. Kështu që në asnjë rrethon kur dhe asnjëherë nuk është thënë nga asnjë zyrtar amerikan që ka shkërmoqje të këtyre raporteve. Kryeministri e ka bërë të qartë që ju e dini që arsyet e një reagimit të tillë të Shteteve të Bashkuara ose të vendeve tjera mike të Quintit siç njihen në Prishtinë janë veprimet që Republika e Kosovës i ka bërë me premisa historike që lidhen me verjen e Kosovës dhe këto ne duhet me ja lënë kohës për me tregu që këto veprime kanë qenë të drejta, kanë qenë të lehtëshme dhe mbi të gjitha me arsye të forta të një legitimiteti të plot, të një sovraniteti të cilin Republika Kosovës tashmë e gëzon në të katër cepet e saj. Dhe duke qenë se ka qenë paraprakisht, para ardhjes së qeverisë Kurti, verja e Kosovës një tampon zone, ka qenë no man's land, ka pas kriminalitet jashtëzakonshëm, ka pas qeverisje inefektive dhe jo efektive dhe të pakontrollueshme nga autoriteti zyrtar i Prishtinës drejt tendencave të krimit të mikropushteteve paralele të cilat e sfidojnë autoritetin e një shteti unitar, se këtu në lloj Gjevahiri jam të ngu këtë ditë, a jemi shtet unitar, a jemi kështu, dhe këtu s'di nëse njerëz lexojnë diçka të paktën shkenca politike, për drejtësisë, për marrëdhënieve ndërkombëtare, prej çdo fushe që lidhet me shkenca shoqërore që ka të bëjë me konceptet bazike të historisë se si themelohet shteti, atëherë duhet t'i dini të paktën njerëzit që dalin në televizor, sepse për njerëzit që rrinë atje edhe nuk merren me jetë publike, nuk do duhej të befasoheshin. Por unë befasohem shumë për njerëzve të cilët dalin çdo natë media dhe flasin tezat të cilat janë, kjo është përtej kësaj studio, po flas mbi gjitha për amullin që krijohet në opinionin publik mbi tendencat e minimit të identitetit tonë shtetëror. Dhe ky identitet, sepse jemi në 2 vjetorin e rënjes së herojit tashmë ton kombëtar Afrim Bunjaku në ngjarjeve të Banjskës, dini që këto 2 vite ka pas veprime në verjen e Kosovës të cilat janë përshëndet nga të gjitha kancelarit perëndimore, duke qenë se Kosova ka bërë hapa gjigant për të ashtri atë sovranitet që ka munguar deri para 4 vitesh. Ndërkohë që metodologjia ose mënyrat se si zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, i parasheh gjërat e përshpejtimit të këtyre veprimeve mund mos i pëlqejnë disa prej kancelarive perëndimore, por jo fenomeni ose jo kryegjeja, por vetëm metodologjia. Se tashti kjo lidhet me shumë çështje të cilat ne jemi ende në pat pozicion. Ju e dini ka disa marrëveshje të dëmshme që janë bën të kaluamën, që lidhet kryesisht me formimin e asociacionit komuna me shumicë serbe, pastaj veprimtaria e gjykatës speciale. Ju e shihni se çka po ndodh dhe cila është profecia e zotit Kurti, i cili shumë vite më parë ju bënte aman zaman që mos e votoni këtë gjykatë speciale sepse keni me ja po sherrë dhe tash fjalët e tij po dalin pothuajse si profetike dhe tash nuk mund të fajsohet njeriu që e ka momentumin e qeverisjes së tij, sepse ata nuk janë. Kështu që ky bezëllimi i dialogut ndërlidhet edhe sa i përket çështjes së listës serbe. Cili dialog? Bezëllimi i dialogut strategjik Kosovë-SBA. Unë po lexoj disa njerëz të cilët zotën pa dosht me tingëllu kështu si heretik, por disa njerëz të cilët përfaqësojnë qoftë NGO, qoftë që janë kryesisht huaj, jo domosdoshmërisht njerëz me petkë zyrtar të shteteve të tyre, të cilët thonë që kjo është arsyeja mos lejimi i listës serbe ose çka do ndodhë me tetor, kthimi i tyre eventual në komunat veriore, tendenca e bllokimit të tyre në KQZ, kështu gjëvaherësh të cilët lexohen çdo ditë, por unë besoj që lidhen, thash, kryesisht me metodologjinë
e punës, një dinamik tjetër e papame në Republikën e Kosovës nga Kryeministri Kurti, i cili nuk ka leju vazhdimin e një monopoli të botës underground kriminale të strukturave paralele Serbisë, dhe tani ju e dini që ato struktura nuk ekzistojnë. Tashmë ka ata disa që ende vazhdojnë në çështjet e arsimit dhe shëndetësisë. Edhe këto besoj që me kalimin e kohës do të zvetnohen ose do të neutralizohen, por besoj që krejt lidhet me çështjet e metodologjisë së punës që Kryeministri Kurti thash, do ta shihni koha, e cila do ta dëshmoj që veprimet e zotit Kurti kanë qenë të drejta, të duhura. Absolutisht kanë qenë të drejta. Dhe ja kanë vletur, pavarësisht këtij pezullimit të dialogut. Po shiko, ndonjëherë kokëforcia s'ka kosto, por megjithatë besoj që koha do ta dëshmojë dhe ne do të jemi këtu për diskutuar edhe në të ardhmen, për të pasur se cilat janë këto veprime të cilat do të rezistojnë kohës dhe do të shohim që këto veprime kanë qenë absolutisht të drejta, sepse ato janë të lehtëshme per se, por edhe legjitime, por megjithatë janë kauza të drejta. Se shqipja është kanjherë që e thot Kadare, është e pamjaftueshme për me tregu saktësisht se çka është e drejtë në këtë rast, por besoj që kauza mbi të gjitha, kjo është shumë e rëndësishme, që kauza për sovranizimin e Kosovës të plot në ombrellën e qeverisë së Prishtinës, një autoritetit vetëm, me qenë se këta xhevaherët ende nuk po e dinë a jemi shtet i përbër apo unitar, edhe në për studio të ndryshme televizive, atëherë duke ju thonë që na jemi shtet unitar, atëherë autoriteti i vetëm është qeveria qendrore. Gjedi, nëse fjalën xhevaher për përdorni edhe për opozitën e drejtshme. Por ata e akuzojnë pikërisht zotin Kurti për këtë pezullim të dialogut strategjik, fajtore bëjnë zotin Kurti. Po ata tashti shiko, ajo ka shumë metafora që shpjegojnë kompleksitetin e tyre të veprimit. Tash kjo çështje të cilat ne jemi në një adrenalinë zgjedhore, po garojmë për komunat e Kosovës, ata duhet me kriju disa artificje të tyne, në mënyrë që me i tregu elektoratit që Kurti është i dëmshëm dhe ne jemi engjëjt. Por kjo është totalisht e pa qëndrueshme. Kështu që kjo në këtë situatë që jemi, të paktën deri në 9 nëntor, kur është votimi për ballotazh, nuk duhet shumë këtyre partive të cilat fakt nuk kanë kauzë tashmë, edhe përkrasit e tyre më të mëdhenj të drejtshëm kanë filluar me pas sa shtora, që thot populli sa saote, që ata realisht nuk kanë kauzë. Maloko, për këto që ngriti zoti Çorolli, nga se do të kalojmë edhe në tema të tjera në veçanti për pritjet nga gjykata kushtetuese për blokadën Kovend, po. U thanë shumë gjëra, pa dashur i dhon asnjënit epitet. Më kujtohet kur Kryeministri i Shqipërisë ka përdorur shprehjen për pjesën veriore të Republikës së Kosovës që përfshin 4 komuna të saj, Subin Potok, Leposaveç, Veçan dhe Mitrovica e Veriut, është no man's land, më ka pas irritu fuqishëm, për arsye se ajo pjesë e vendit nuk ka qenë kurrë no man's land, ka qenë pjesë e Republikës së Kosovës dhe sovraniteti shtetënor i Republikës së Kosovës është përmbyll me 17 shkurt të vitit 2008. Këtë e kam njohur që në kryet herës dhe një, pavarësisht pasjes së pozicionit mos pasjes për brenda strukturës shtetënore. Tani, kemi pas edhe një hero më përpara që ka dhënë jetën për sovranitetin e Republikës së Kosovës. Ajo që më irriton mu, kush don me i mohu edhe qeverisë në detyrë, angazhimin e saj për pjesën veriore të vendit, mua më irriton për faktin që secila garnitur qeverisë në Republikën e Kosovës prej shpallës pavarësisë, këndej sidomos, me kapacitetin e vet ka provu ta shtri territorin, ta shtri sovranitetin, ta shtri ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë të gjithë hapësirën e sovranitetit të Republikës së Kosovës. Mendoj se thotë se me qeverinë Kurti u shlirua veriu. Shef, tok fjalëshet e përdorura që kanë megalomani të pa nuk e përdora me çlirimin e përdora. Vetëvendosje thash, jo zoti Çorolli. Vetëvendosje thash. Gjithsesi, zyrtarët e vetëvendosjes. Ajo çka unë them se nuk duhet më hu pas asnjënit kapacitetin e angazhimit që e ka pas me mundësitë e veta për të shtri ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e tërë territorin
e sovranitetit saj që është përmbyll me 7 shkurt të vitit 2008. Tani, pjesa tjetër që është e rëndësisë veçantë është që Republika e Kosovës në ruajtjen e raportet me aleatin e vetëm, dhe unë kam thonë disa herë që Kosova duhet ta ketë këtë aleat pa alternativë, për faktin që duhet jemi popull dhe shtet falenderues për pozicionin cilin kemi qenë. Republika e Kosovës të gjithë e dinë se çfarë pozicioni ka pasur, se çush ka qenë para vitit 99, i shkatruar, i shkrumuar, i vrarë, i plagosur, të ngjajshme, i dhunuar në të gjitha metodat që mund t'i përshkruajmë nga ajo që konsiderohet ligji ndërkombëtar për shpjeguar një përjetim të popullit Kosovës që ka pas, dhe nisja e saj, angazhimit të gjithë secilit për të ofruar këtë pozicion cilin e ka aktualisht Republika e Kosovës, dhe të vazhdohet gjithsesi të mbindërtohet pozitivisht fuqizimi i Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare. Këtu, gjithsesi se kemi ato ngjecjet tona, si pasojë e veprimeve të caktuara që po provojmë vetit, ja bëjmë qefin duke shpjeguar me tone më të buta për veprimet të caktuara, mirë po ato tone duhet të jenë të sqaruara dhe të qarta, siç thot presidenti Trump, ndaj të vërtetës nuk duhet me pas, ndaj të vërtetës nuk duhet me qenë politikisht korrekt për t'i bërë qefin askujt, por duhet thonë ato çfarë janë dhe si duken. Republika e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet bëj kujdes. Dialogu strategjik i prezentuar në atë kohë që unë po them prapë kam pas simpatin time me pompozitet për rëndësinë edhe peshën që ka pas, lutem shumë që të merr formë, sidomos shpresoj fuqishëm pas 30 muajit shtator, kur kemi edhe përmbylljen e kësaj masës kushtetuese që Republika e Kosovës të ketë institucionet e veta dhe të ecet përpara, për arsye se në situatën aktuale kemi ngërçe të shumëllojshme, kemi kapslëk, për arsye se nuk është kapslëku vetëm diplomatik, kemi kapslëkun ekonomik, kemi edhe të gjitha pengesa që janë shkaktuar si pasojë e veprimeve të pamatura, të pamençura dhe as pak të urta në raport me njohjen e realitetit se çfarë është Kosova, çfarë synon Kosova. Dhe këtë situatë e kemi, ose më mirë me thonë, Republika e Kosovës në gjendjen aktuale është duke u sillur në kazonin e të vetkënaqjes që është peshë e madhe për gjeneratat e ardhshme të cilat vijnë në politikën e Republikës Kosovës. Unë shpresoj fuqishëm që pas gjithë këtyre tentimshkeljeve kushtetuese, të kemi një një qeveri të Republikës Kosovës, gjithsesi me nisje të mbarë që kushtetuta me të vërtet të jetë thelbi i interesit një demokracie së çfarë është Kosova. Unë, ju e dini shumë mirë, promovoj fuqishëm patriotizmin kushtetues. Gjëja e cila i ndihmon fuqishëm Kosovës për të ecë përpara për arsye se ndërtimi, dizajni i saj e kërkon këtë. Dhe të ecë përpara. Keni parasysh, në qoftë se themi në studio këto, që kemi pas tentim shtrirjes së sovranitetit, ligjshmërisë dhe të kushtetueshmërisë në gjithë pjesët e vendit, cep më cep, atëherë ky mendim të jetë i jetësuar dhe të mos jetë vetëm fjalë boshe, muhabet studiove, muhabet rrugësh, muhabet politike, dhe të mos ketë atë çfarë është e kërkueshme, respektimin e rendit kushtetues të Republikës Kosovës dhe të ecjes përpara drejt formimit të institucioneve që është jashtëzakonisht e domosdoshme. Çorolli, po shkurtimisht. Shkurtimisht vetëm me shpjegu sepse ka shumë paqartësi në opinion për çështjen se çka është dialogu strategjik midis qeverisë amerikane dhe qeverive, sidomos të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Atëherë ne po flasim për një raport që është kërkesë ofertë. Dhe duhet me kuptu sikurse në ekonominë e lirë tregut, kur ne jemi thash për arsye kritikisht doktrinare, që jemi konsumus, ne mund të jemi edhe ofrues në vende të caktuara, po në masë të madhe ose në masë të konsiderueshme jemi konsumus dhe kemi NATO-n ose kemi NATO-n, shtetet anëtare të rajonit janë anëtare të NATO-s, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Republika Joname e Shqipërisë. Po flasim se çka është ky në themel dhe çka paraqet dhe si ka filluar dialogu strategjik. Që po e marr vetëm analogjinë me fqinjen tonë të parë që është Maqedonia e Veriut, e cila ka filluar gjithashtu shumë vite më parë dialogun strategjik dhe është shtet antar i NATO-s. Por nuk ka asnjë veprim drejt, cila ka qenë kërkesa që thashë në raporti kërkesë ofertë. Kërkesa e disa qeverive më ranë, sepse ka disa vite që janë ndru qeverit në Maqedoni, qoftë SDSM-i, qoftë VMRO-ja nga partitë shumicës etnike që janë Maqedonës, dhe një kërkesë që ka qenë e vetme
dy taboreve ka qenë liberalizimi i vizave për shtetasit e Maqedonisë për me shku në Amerikë thjesht pa viza. Dhe kur Amerika nuk ja u ka pranu këto, domethënë e ka refuzu në themel, sepse ajo mendon që ende duhet të është politike e saj e brendshme, politikë nacionale. Ndërkohë që kërkesa jonë drejt ofertës për dialogun strategjik vazhdon me qenë gjithmonë edhe pa e kujvog dhe pas një rezervë antarësimi në NATO. Sepse metaforikisht, unë punoj me këto me student, thëmë që Amerika është 99%, 1% janë të edhe 31 shtete tjera. Do më thonë, 99% e NATO-s është Amerika, kështu që tjertë. Dhe në këtë rast na duhet me lidhë këtu kërkesën me ofertë. Pastaj i kemi këto që i përmenda MCC-në dhe çështjet të tjera, cilat janë fondet të drejt për drejta të taksapaguzve amerikanë, cilat e rrisin ose mirëqenjen e shtetit për edhe qytetarëve të Kosovës në bazë të hyrave të drejt për drejta. Në këtë rast, ne, dhe këtu duhet me pa ky krahasimi, dhe tash në duhet me pa që funi i botës. Nuk po du me e minimizu, as në nënçmu, as largë qoftë, abolizu këtë raportin strategjik. Por ne po themi që ne duhet me pas një kërkesë kundrejt asaj ofertës. Ata ta bojnë ofertën, sepse janë superfuqia e vetme dhe absolute e botës, dhe na duhet me pas një kërkesë. Maqedonia ka pas strategjikisht mja u hjek vizat, s'ja u ka pranu. Na po dojnë NATO-n, kur det na pranon. Dialogu strategjik, Shkurtë më Maloku, sepse kemi shumë tema. Lutem. Po shumë aspekte, po veç bëna. Dialogu strategjik është platformë amerikane që i përgjigjet interesit amerikan për shtete specifike, për tema specifike. Sigurisht. Republika e Kosovës i ka pas temat specifike, të cilat ke parasysh tua shprehen që i kemi disa mosmarrëveshje që ndërlidhen me Serbinë. Dhe në leximin e parë, e sidomos diplomatik të këtij leximi, del sikur ti po i parafron këto palë. Pra po i parafron Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mbrojtës të interesave serbe. Dhe kjo është e dëmshme. Parasysh se nuk ishte kështu shpjegimi. Dialogu strategjik me Republikën e Kosovës, kur është prezentuar 2021-ën, gjithsesi e kam pa me simpati të madhe. Parasysh se fliste për çështje jashtëzakonisht interesit veçantë, që ka të bëjë me atë thelpsorën që është mungesë e madhe në Republikën e Kosovës dhe për në vazhdimsi, cila po krijon edhe mos respekt të afateve ligjore të kushtetutës, të rendit, si më thon, kushtetues në Republikën e Kosovës. Jo, e dini që sistemin gjyqësor, sistemin prokurorial e mbështet qeveria amerikane, dhe këtu hyn në kuadër të asaj që quhen ndarje klasike e pushteteve dhe gjithmonë dhe tradicionalisht ka ndodhur që qeveria SBA-ve nëpërmjet departamentit të drejtësisë ka qenë prezente shumë këtu. Edhe vazhdon të jetë. Dhe kësaj rrothe ky dialog strategjik. Duhet ta tejkalojmë. Po flasë për anën e drejtësisë, jo vetëm domosdoshmërisht për anën. Duhet ta tejkalojmë. Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë interes varet kërkesa. Ata i qesin vijat e trashë. Për fuqizim të dialogu strategjik është një ombrell mbi të gjitha ekonomike, sigurisë, diplomatike, politike, sido që ta. Kosova i ka pas vetëm por ne duhet me pas një kërkesë. Siç ne thash kryefjala duhet të jetë NATO-ja, pastaj janë çështjet cilat më kundërpesha që përmendet me rastin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ka qenë e promovuar në opinionin publik se Republika e Maqedonisë së Veriut e ka një interes çështjen e liberalizimit viza për qytetarët e Maqedonisë së Veriut me Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjatë cilën edhe Mali Zi ka shpresuar fuqishëm që do ta merr, sidomos duke nisur nga numri i vogël i popullatës dhe ka kalkuluar këtë. Mirë po, zyrtarisht, nëse kërkoni e gjet nuk ka të bëj zyrtarisht pala ofruese që po e përdor shprehin ofertim, pala ofertuese nuk e ka vendosur. Zotë Qorolli, zotë Maloku, dua ta tejkalojmë këtë çështje. Dua ta tejkalojmë. Jo, dua ta tejkalojmë më një herë. Jo, ju lutem, dua ta tejkaloj për shkak të kohës. Pala ofertuese nuk e ka shpreh në ofertë këtë çështje. Dhe ata janë pas. Ata kanë pas kërkesë, jo ofertuese. Kërkesa tjetër sa, unë thash, jo nuk e ngartroj, unë thash. Ofertuesi janë amerikanët. Na jemi kërkues. Unë nuk e ngartroj, unë shpjegova jashtëzakonisht qartë, dhe më kuptoni drejt. Për Republikën e Maqedonisë më kuptu, por megjithatë jo duhet më kuptu se jam duke folur jashtëzakonisht qarushëm. Për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ofertuesi, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë rendit kur e kanë filluar dialogun. Ajo mund ta mandamentohet, ajo është një dialog për cilin varet tema cilat lidhet. Nuk e kanë thash ka qenë kërkesa dhe nëse ke kuptuar drejt. Unë thash shumë qartë. Nuk e kërkesa, shef, unë e pranova si të mirëqen shpjegimin dhe të kuptueshëm. Kërkesa mund të jetë në opinionin publik nga liderët e caktuar për ta nuk jam enturazhi Maqedonisë Veriut, po e di që ka qenë publike dhe varet çka dëshiron. Thash ne nuk e kemi arritur, po zakonisht
liderët tonë politik e kanë bërë gjithmonë, madje edhe liderët opozitorë, që NATO-ja është alfa dhe omega për ombrellën tonë të Besoj që e sqaruat dialogu dhe qërolli. Kanë mbetur edhe 5 ditë nga kalimi i masës nga gjykata kushtetuese. Çfarë pritni zoti Qerolli, cilat janë pritjet e juaja për një vendimarrje nga gjykata kushtetuese sa i përket çështjes së nënkryetarit nga komuniteti serb? Ne atëherë më duhet pak një shpjegim që është ontologjik, që lidhet me komentet tona që i kemi bërë zyrtarisht si grup parlamentar, por si lëvizjeve të vendosje në gjykatën kushtetuese, dhe ku kemi kërkuar specifikisht disa gjëra për cilat besojmë fuqishëm që nëse gjyqtarët e gjykatës kanë guxim profesional, edhe do t'i pranojnë përkundër faktit që partitë opozitare në mënyrë të pashpjegueshme, të cilat e kanë humbë edhe kredibilitetin e tyre edhe juridik, edhe historik, edhe moral, nuk kanë pas kohë mbase, ironikisht po e them që gjejnë të tillë mjaftueshëm për me dërgu komente, dhe janë stepur si struci në zallë dhe nuk kanë dërguar komente, ndërkohë që ne kemi bërë komente shumë të fuqishme juridike, si pale autorizume gjithmonë, duke përfshi edhe presidentën e Republikës, por ne si grup parlamentar, ku kemi kërkuar që s'pari kërkesa e listës sërbe të shpallët e pathemelt ose e papranueshme, për arsyet cilat i kemi listu dhe ato kur del vendimi, por përmes me lodh opinionin kur del vendimi, ato besoj që do të publikohen në gjitha komentet, por në rast eventualisht, në rast se ata me gjithat dhe dyta, që ka shumë e rëndësishme, kemi kërku që ta delegjitimojnë nënshkrimin e deputetit të minoritetit Goran Adem Hoxha, pavarësisht që ai deputet është i lehtëshëm, por ai nuk e përfaqëson komunitetin serb, dhe vota e tij mund të jetë marrë eventualisht me ndonjë shantazh politik ose me maliciozitet. Statuta saj i një deputet të Republikës. Jo, e vërtet, unë thash është i lehtëshëm. I një 120, kërkesa në kushtetuese është që ose kërkesa parsorë në pas në 113 është që t'jenë 10 deputet nënshkrues, nënshkrimi i tij o valid, por ai nuk e përfaqëson dhe kemi një vendim të gjykatës supreme më herët në vitin 2020 ku kanë konstaton që të drejtën e përfaqësimit specifik, sepse kemi tani 20 vendet të rezervume, i kemi 11 me 9, dhe duke qenë se ose me 10 me 10, dhe ne mendojmë që nënshkrimi i zotit Hoxha duhet të mos konsiderohet i vlefshëm për arsye të cilat i thash në krye të herës dhe janë të elaboruar gjërësisht, dhe ndërkohë që në rast se gjithmonë gjykata kushtetuese, kjo është autonomia dhe pavarësia saj e plot, megjithatë vendos që ta shpall kërkesën të pranueshme dhe mos ta delegjitimoj nënshkrimin e Hoxhës, ne kemi kërkuar që ta shpall kuvendin tashmë të konstituar për shkak që kryetari i kuvendit, po, ai është i pakontestuar. Dhe nuk është kontestuar zoti Basha dhe 3 nënkryetarët, zonja Haxhiu, zonja Qitaku dhe zoti Shala nuk janë të kontestuar. Domethënë gjykata nuk mund ta tejkaloj mandatin e saj dhe të kërkojë diçka tjetër, sepse nuk është kërkesë e saj, kërkesa lidhet me votimin, ndërkohë që kemi kërkuar që ta shpall kuvendin të konstituar, sepse zoti Basha fjalë për fjalshëm në pikë presje dhe në germ dhe në frym që thuhet zakonisht në teori drejtës kushtetuese, e ka përfillak gjykimin e gushtit të gjykatës kushtetuese duke e ftuar 3 herë dhe këtu është shterruar mundësia që një kandidat i listës serbe, dhe ju e dini që prej 9-sh 7 kanë hyrë votim, 2 kanë refuzuar ose janë ndërhequr proceduralisht, gjithashtu ta shpall të lehtëshëm dhe kushtetues edhe procedurën e shortit, sepse s'ka pas konsensus midis tyre për arsye të futjes së shortit dhe më pas të refuzimit dhe më pas të institutit të shortit, po e quaj institut me qenë se parashit në rregullore, dhe ta shpall të lehtëshëm dhe në këtë mënyrë të kalohet në afatet e konstituimit të qeverisë. Presni që konsiderohet i konstituar kuvendi me gjykatës kushtetuese. Unë kështu kam kërkuar, ne si zyrtarisht kemi kërkuar kështu, unë jam besim plot që gjykata nuk mund ta lejoj veton e listës serbe dhe ta shpall ose ta kthej në pako
votimin për 2 antarë që lidhet me këtë rast me zonja Rexhepi, për komunitetet tjera jo serbe, zonja Rexhepi, por edhe me Slavkon, asi quhet ky, dhe në këtë rast të jetë, zonja Rexhepi të quhet e vlefshme, ndërkohë që ka quorum, ju dini që janë 4 nënkryetarë dhe ata janë kryesisht honorific në detyrat e tyre dhe vetëm në rast për mungese të jashtëzakonshme mund ta udhëheqin seancën, por kryesia e kuvendit ka quorum në këtë rast. Maloko, për pritjet e juaja dhe për atë nëse mund të ketë qeveri Kurti 3 edhe qëndrimin që kemi parë së fundit edhe të Fatmir Limajt. Vetëvendosja synonte ta kishte në bashkëqeverisje ku e kushtëzon vetëvendosjen, duke thënë që me Dimal Bashën, kryeparlamentar, asnjë negociat me vetëm. Shef, më pari duhet me pas gjithsesi një sqarim këto. Kryetari Dimal Basha, kryetari i kuvendit, ka fuqinë e plotë kushtetuese për pozicionin e vet, i njohur, gjithsesi kurse konteston atë. A është i konstruar kuvendi unë për me qetësu shpirtrat e njerëzve që kanë pas një raport edhe një qendrim ndaj një deputeti, po duam me marr ato në shënjese për të dhënë përgjigje. Deputeti Nenad Rashić, unë besoj në shpjegimin e tij sa i përket asaj sa është i konstruar kuvendi i Republikës Kosovës apo jo. A mund të cilësohet kushtetueshmërisë i konstruar apo jo? E ka thonë zoti Nenad Rashić. Dhe sa i përket mundësisë së bamjes së institucioneve, a ka pas mundësi, Pobra ka pas mundësi me deputetët, me numrin e deputetëve që ka pas lëvizjeve të vendosje me vazalt, partnerët e vet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Term heke vazalt, po duket sikur në perandori osmane, kështu që vazalt politik. Mund të jetë si shpjegim estetik për të shpjeguar një gjendje dhe një pozicion. Stilistik, mund të thush. Mund ta pranosh. Në rregull. Dhe në këtë rafsh ka mundur ta bëj qeverinë në krye të herës dhe mos të humbnim gjithë këtë kohë. Sidomos duke qenë i pari që në traditën politike të Republikës Kosovës kush ka dalë i pari, sidomos në natën e parë, në natën e rezultateve ka përshëndet, uru të gjithë dhe ka hap rrugën për bashkëpunim. Tani, për kohë gjatë është sulmu mendimi që duke qenë i pari ka të drejtën e të parit pasjen e propozimit për kryetarin e kuvendit dhe është sulmu fuqishëm duke provu këtë çështje si e drejtë e pasjes me patjetër edhe të kryetarit duke mos i pasur votat. Fatmirësisht një subjekt politik për brenda Kuvendit Republikës Kosovës, të sqarohemi, aktualisht në Republikën e Kosovës nuk ka opozit, janë deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës dhe subjektet politike. Një subjekt politik gjeti të pranueshme vendosjen e një standardi që për mua i kritikueshëm, ku thanë se nuk votojmë asnjërin për qoftë edhe pa marrëveshje që nuk ka logjik politike në instancë fundit që të bëhet një votim siç është bërë pa një marrëveshje politike për çështje ishte pozicioni dhe situata e tillë. Mirë po ishte sulmi shumë i madh mediatik për ta nxjerrë këtë drejtën e propozimit nga grupi më i madh parlamentar si e drejtë e pasjes së domosdoshme të kryetarit të kuvendit. Dhe për të kalu fazën, për të mos qenë bllokuese siç u bë, kthehemi tek situatë, Maloku. Një subjekt politik dha votën e vet me standardin jashtëzakonisht për mua tol të vendosjes asaj që nuk votojmë askënd që ka qenë pjesë e qeverisë dhe lëvizjave vendosje dhe partnerët e saj që s'po e them tani vazalet propozuan një kandidat që në kushte normale as ata nuk e kishin dashur me u bë. Mirë po e propozuan, gjetën mirë kuptimin në atë standard që kishte vendosur Partia Demokratike e Kosovës për mua jashtëzakonisht i kritikueshëm. Sa i përket mundësisë së bamjes së qeverisë në të ardhmen, e sidomos pas kësaj datës kushtetuese, mundësit janë në Republikën e Kosovës për të përpara. Gjithsesi me uljen e toneve dhe të fjalorit dhe të komunikimit dhe të ofrimit të bashkëpunimit. Gjithsesi përnda përgjegjësitë dhe angazhimin e gjithë partnerëve tjerë që mund t'i ketë në qeverisje. Sa i përket kushteve të nisme socialdemokrate, konsideroj tani ato kushte janë të pasens dhe nuk e kanë kuptimin e duhur, pavarësisht faktit që në kushte normale, sidomos pas atyne që dalën atyne situatave të atij punimit të famshëm shkencor, të ashtu quajtur, do duhet kishte një përgjegjësi morale për pas një përqasje, përveç asoj shpjegimit se unë tërhiqem e kam tërhiq, më fal, profesori di më mirë në shkencë, ajo çfarë del një herë nuk mund të tërhiqet. Edhe pse ne kemi pas këtë praktikë në Akademinë e Shkencave, ku kryetari i akademisë nxjerr një pamflet atje dhe mas disa kohë kur e sheh që e ka bë lugë me atë pamflet e tërhiq, thotë jo, të bëj pak shaka kështu, e ka prek një fëmijë e ka qit në Facebook, s'ka logjikë dhe kur fare s'ka ky shpjegim. Tani, mundësia është
partnerë ndërkombëtar aleatët tonë në kryet herës kanë thonë që Republika e Kosovës, qytetarët e saj me nënshkurt votuan për jo për sundim një partijak, po për qeverisje të një koalicioni i cili do t'i ecte përpara të gjitha obligimet që i ka Republika e Kosovës, të cilat kanë një peshë veçantë, sidomos po flasëm për pajtimin e ndodhur në Bruksel dhe njohur që është njëri prej dokumente fuqizuese të gjitha marrëveshjeve që kanë ndodhur prej 2011 deri në vitin 2023 kur ndodhi pajtimi i ndodhur në Bruksel dhe njohur. Që rolli për fund, edhe për kushtin e patmillimit. A doni ta keni në qeveri nismen apo jo? Dhe kushtin nuk dua ti komentoj, shiko, tani jemi në thash në adrenalinë zgjedhore dhe kontekstet cilat janë jo relevante. Flitet të zakonisht në rrogos shpeshherë për situata të tilla, pragmatizmi politik, masnej sigurisht që ne ju e dini, është çështje matematike kjo, shumë e thjeshtë, bardhëzisht situata. Si keni numrat? Jo, ne duam ta kemi një partner tjetër, i cili sigurisht një në pole position, si që thuhet në Formula 1, është nisma socialdemokrate. Ata kanë kërkuar, ju e dini, kryetarin e kuvendit, nuk ka pas gatishmëri ose konsensus që ti takoj zotit Lima i kryetari kuvendit, kjo çështje tashmë ka marrë fund dhe kemi kryetarin e kuvendit të zgjedhur. Dhe po presim, ne prandaj kërkojmë që gjykata kushtetuese jo më vonë se sa fundi kësaj jave, të mos e legjësoj monopolin kushtetues të një partije politike dhe e dyta mos ta legjësoj një institut francez që është i vjetër gjithashtu buran ndoshta edhe nga e drejta romake, që është abuzimi me të drejtën, abuz de droit, për arsye që lista serbe në këtë rast ka abuzuar me të drejtën e saj, duke qenë se është zbatu, thash përpikshmërisht edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Dhe ne prandaj po kërkojmë që sa më parë, në orë ças, filloj afati kushtetues 15 ditor, zonja presidente ta mandatoj zotin Kurti, i cili tashmë ka marrë bekimin e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes vetëvendosje, të kalojnë 15 ditë dhe aty do shihni a janë numrat, a nuk janë numrat. Nuk janë numrat, janë numrat. Shkojmë zgjedhje, por ne besojmë fuqishëm. Mund ta provojnë ato të tjerët. Jo, shikoj se ka një standard, ka një standard, edhe këtu na po kemi memorien e vogël. Më falta, veç ta përfundoj edhe në 30 sekonda, sepse ideja është që ka një traditë kushtetuese, këtu se a mund ta bëj i dyti, ka dhe aktgjykime të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ka kufizuar vetëm mos nominimin e të njëjtit mandatar 2 herë. Por gjykata kushtetuese ka thënë që në aktgjykimet e saj në 2019-2020 që mund t'i jepet edhe të parës së dytës, por kjo një quhet autonomi diskrecionale e shefit të shtetit, në mënyrë që të bindet ai, por mund t'i jepet edhe të parët. Por ne nuk besojmë që do vijë aty, ne besojmë që do ta themelojmë me të parën dhe jo 15 ditë, po brenda 24 orëve të para. Veç mos provoni aman opinionit e sidomos njerëzit që unë i vlerësoj fuqishëm nga aspekti i kapacitetit tyre profesional, ta shpjegoni në opinion që edhe çështja e mandatarit është ekskluzive e subjektit më të madh në vend, se kjo nuk është. Mandatari i takon atij që i ka, atij ju e dini shumë mirë profesionalisht, e dini po. Është aktgjykimi. Më shtilni me këtë Jo, është sepse normativisht është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Mandatarin, presidentja gjithsesi, presidenti Osmani Sadriu, ai që i ka 61 vota, e dërgon ofertën dhe bëhet interesant. Dhe jetë përpara drejt formimit të pensioneve. Nuk mundet çdo kush që ka ndërhyrje ka 65, çdo cili nuk e bona. Jo, nuk është 61. Nuk është 61. E ekskluziviteti, edhe ajo që quhet domain reserve, se po përdori do termat e instituteve të vjetra të drejtësisë, e drejta rezervuar. Takon ekskluzivisht fituesit relativ zgjedhjeve herën e parë. Era e dytë që është 10 ditë e numeracioni që fillon 15+10. Mund t'i takoj edhe të parit të dytit, është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Une jam me djetrën se besoj në atë shpjegimin e para disa kohëshëm ku thuhet se çështja e zgjedhjes nuk është garë formulash. E sidomos në rrethonën kryetari juaj aktual, i partisë juaj. Jo, a ka qenë në rastin e Vlanit 2014, po ma vonë ka ndru identiteti jo në përplotsu. Mund është ndruë sipas qefit. Jo, atëherë ka qenë kryetar i kuvendit Isa Mustafa, i cili është polli pa leçëm. Lutem, mos falni gjëra jo kontekstuale.
për krahasim, Ka relevancë këtë rast. I kanë shumë. Problemi thelbësor është që sekonda Maloko se përmenduam. kandidati i cili e ka votën Jo, s'mundet kalohet është tek ekskluzivitet presidentja, që fituesi zgjedhë mandatorë. Profesor, nuk ju ndërpreva, ju Lutem, bile veç me t'jeni respekt. sakt, t'jeni sakt. Jo, për saktësi gjykon audienca. Unë nuk ju respektova më shumë se ç'duhen shumë situata në kuptimin e asaj që nuk ju ndërpreva hiç. Ju Jo, veç s'jeni sakt, kërkoj në kuptim, po s'jeni sakt. Mos thoni kush mundet me bo. Nuk mundet mandatohet me Bedri Hamza që ka të doli i dyti në zgjedhje për kryeministër. Nuk e thash, po nga vullneti për të mbrojtur diçka që s'po më dëgjoni, po jap një kohë tjetër. Unë thash, i pari dhe paragjykimi është që ky që ka dalë i pari pas procesit zgjedhor e ka përparësinë në proces. Pra jemi të qartë Pa kush zoom, i pari çdo herë. e ka përparësinë këtë Jo, proces. se e ka monopolin, jo përparësi. Tash Ekskluziviteti dhe përparësia diçka tjetër. Më madh që po i bëhet vendi ku provohet të vendoset diçka në fryrën. Jo, kjo është arbitraritet, kjo vendimi kushtetuesës. I ke 3-4 vendime për çështjen e prej Vlanit e deri në Rostin Hoti. Edhe deri këto të fundit që lidhen tani me kuvend. Në rast se vetëm se arrin ta bëjë qeverinë, radha vitet tjetrit. Ç'rolli? Unë thash, atëherë në herën e dytë ka lënë diskrecioni ose aktivizon diskrecioni i presidentes. Thash, vetëm gjykata nuk e lejon që i njëjti mandatar të jetë 2 herë. E qartë, po pse është për të dhëta, po. U qartësua. Janë shpjegime që unë besoj fuqishëm që profesor Çorolli mund t'i shpjegoj nga aspekti profesional paragjithësh, nëse nuk do ta kishte ngarkesën e petkut politik dhe në këtë besoj. Jo, unë këtu jam shumë punktual, jam shumë i saktë çka po them që gjykimi i gjykatës kushtetuese dhe disa sosh tregojnë në mënyrë të provuar dhe tani unë sapo ta kryej misionin mos ta ngarkoj opinionin më u tregu në skrin që thot i pari mundet bazën thelbësore të kushtetutës. Mo ky është identiteti kështu kriju edhe e pani. Do të kemi mundësi, besoj, për diskutuar edhe ndonjëherë tjetër. Falenderoj shumë zoti Çorolli për mundësia ime. Po ashtu zoti Maloko. Faleminderit. Të nderuar shikues, me këtë debat të jetë konstruktive mbyllim këtë edicion bashkë. Shihemi sërish nesër drejt natën e mirë veç.